Ky emision mundësohet nga Shëndetje muqe, përshëndetje ndëruar. Si e? A jemi mirë? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë se keni ardhur në Kosovë. Mirë se u gjetëm dhe ju faleminderit që ne keni punë sot këtë rrezet nga Tetova. Nga Tetova. Rrezet biznes janë për ty. Po këto janë rrezet biznes. Rrezet biznesit, shumë mirë. Tregon si shkon muqe solar, mu ka bo përshtypje mënyra të si u theqni biznesin, edhe desha të shoh të folish edhe të na informosh neve në Maqedoni për mënyrën se si u thesh një biznes kaq suksesshëm. Faleminderit shumë edhe një herë për mundësinë që po na jepni përmes juve që të kem mundësi na t'ju shpjegojmë ju edhe shoqëruesit juaj se si po ecë puna e Muça Solar Company. Nuk është e vështirë për të bërë biznes në Kosovë apo përgjithësi në Ballkan. Por fal angazhimit, fal punës, fal asaj punës që nuk kemi dorëzuar kurrë, kemi arritur këtu ku jemi. Muça Solar Company përveç ka një biznes i cili është tash relativisht i shëndosh dhe po ecë shumë mirë. Kemi një staf të mrekullueshëm. Kemi përveç stafit mirëmi me trajnime të ndryshme që shumë neve na ndihmon që ne e trajnojmë stafin. Por përveç që ne trajnojmë stafin, kemi nxënësit që vinë kryjnë të na praktik një vjeçare prej shkollë zanat që i thojmë na. Marrin të nxënës janë prej shkollës teknike që vinë, teknike Skëndelë Rase në Suarek, sepse baza kompanisë tonë është në Suarek, dhe aty kemi zyrën, kemi tepën, Që ne quhet shkolla e mesme bujqësore. Ku vjen edhe pjesa teknike. Na kemi edhe shkollën tjetër që ka edhe bujqësi, po ajo teknik quhet shkolla profesionale. Po. Kurse shkolla teknike ka më shumë njerëz teknik, domethënë të ndërtimit, të ujësirësit, të nxem, domethënë ujësirët nxemje, ndroller edhe rryp. Po, edhe aty janë për ata arsye quhet edhe shkolla mesme teknike. Duke filluar, domethënë fillojmë prej aty, domethënë atë e kemi një armë shumë fort sepse ne i mësojmë punëtorët tanë një vjet për me marrë zanatin ashtu si shmirët, ose 2 si shmirët sa të në Perëndim. Këtë ide kam pas që ka herë, sepse jam rrit në Zvicër dhe atje funksionon kështu. Dhe thot në zanësi që posa në shkollën fillore dhe shkon në shkollë mesme dhe e gjon zanatin dhe njëkohësisht kryen edhe zanat edhe shkollë. Kjo na ban neve të fort, si dhe qa bëjmë edhe ne diçka tjetër, që ne ju ofrojmë edhe studentave, ju ofrojmë mundësinë e praktikës para diplomimit të studentave. Ato po gati direkt për trek. Bravo. Domethënë ka ndodhur që shpesh herë studentat që vinë tek ne vinë të papërgatitur, por çka ndodh aty kur vinë tek Muça Solar Company, gjatë kohës që ata janë të kryer praktik, e kanë mundësinë me zgjedh edhe një projekt, ku me atë projekt mund edhe me përgatit temën diplomës dhe me atë projekt edhe me diplomë. Që për neve është shumë një diçka e mirë, sepse ne po ja mundsojmë një studentit gjatë kohës me kryer një praktik, me përcjell punimet edhe me atë projekt me diplomë. Domethënë krejtësi në Zvicër. Dash e kam bërë një kërkesë, ne kemi një marrëveshje me UP, kemi një marrëveshje me UBT, kemi marrëveshje me IBCM-in nga Mitrovica, gjithë ta studenta që kryjnë praktik tek ne. Por, që është më rëndësi, momenti që një student diplomon me një projekt të tillë, kërkesa e Muça Solar Company është që ai student ta bëjë një kopje më shumë dhe të shkojmë të adhurojmë asaj kompanie që me ditë ajo kompani që një student ka diplomuar me projektin që unë jam mësova Muça Solar Company. Sepse unë do me tregu popullit tim sepse ne do të mundohemi edhe për të rritur Kosovës dhe fal projektit të X kompanisë një inxhinier i tillë sot ka diplomuar me këtë projekt. Domethënë është falënderim i shumë anësh. Ju boni me fjalë të tjera, boni përgjegjësi sociale nëpërmjet edukimit. Ne mundohemi të jemi shumë social, ne mundohemi që të rinjve të jepet mundësia të ketë mundësi të kryejnë praktikë dhe jo
në rast se unë tham jo X kompania, jo tjetra, jo dhe ata ku do të bëjmë praktikë. Do thotë kjo është ajo që më shtyn fort që me mendu në këtë drejtim. Më pëlqen mënyra se si veproni dhe funksiononi. Përgjithësi, biznesi i paneleve solare si është? A është i kënaqshëm niveli informimit të njerëzve për këtë pasuri që na jep Zoti që ndonjëherë nuk dim të shfrytëzojmë? Fal angazhimit tonë, fal reklamave që bëjmë marketing kompanisë, fal panajreve, tash nuk është se në vitin 2008 kur për herë të parë kam qenë pjesë në panajër dhe në atë kohë kur ka ardhur dikush në shtandin ton ka pyet çfarë është kjo. Tash askush nuk pyet çfarë është ky panel. Po si bravo, sa atë thoshin çka është ky pasqyre, çka është ky bojler kaq i madh, çka është ky pasqyre me te. Po, dhe ka qenë imagjinoj për herë të parë kam pas nga Austria inxhinier të sonën kraptit to dhe e kytëm panajrin kur kemi shku në aeroport dhe janë nisë për në Austri, ma banë të mund që të urojmë shumë fat edhe sukses, apo derisa ju po e filloni një kapitull të ri me një shtet posa ka li, edhe ai popull nuk po e din se çka po tregton e ke shumë vështirë. Por prej 2008-ës ka zgjuar deri në 2016, kur 2016 jemi shpall shitse më i miri vitit në Austri. Aja kompani ka pas 42 shtete prezente në atakim ku unë jam stu para gjithë dhe ja ka marrë çmimin e vitit. Unë kam qenë i pari. Fal angazhimit, punës, kjo edhe aty është bën një kthesë jashtëzakonisht e madhe në sektorin e energjisë ripartive, sepse populli jonë ka kuptuar se sa më rëndësishme është përveç persona fizik që domthon që po flaset për shtëpia private, tani e kanë kuptuar dhe bizneset se sa më rëndësishme një investim i tillë ku i vetmi investim që ja garanton secilit biznes kthimit e investimit pas panelit fotovoltaik apo panelit termik apo më të mirë thanë sektori i energjisë ripartishme. Si biznes është shumë i lëvërdishëm besoj këtu për ju në Kosovë, po unë e shoni nevojë për atë dhe të kam thirrë, e shoni nevojë se ti duhet me na dhoni informacione neve për mënyrën se si ta zhvillojmë biznesin në Maqedoni. Është shumë e rëndësishme për ne si popull të marrim informacion nga i pari atyre që i zgjedh në Austri edhe të përgëzoj për këtë sukses. Rekomendosh ne në Maqedoni si ka t'ja nisim? Mirë do ishte me fillu edhe ju në Maqedoni ashtu siç kemi fillu ne, duke fillu prej shkollave teknike. Okej. Me profesor të shkollës teknike, me nxënësit e asaj shkolle, pastaj bazat. Do të thonë ne do të pas bazë. Po nuk e bazë atëherë është e kohë, që nuk mund të nisë prej kokës dhe poshtë, por ne do të nisë prej poshtë dhe sipër. Do thotë shkollë fillore, pastaj shkollë teknike, pastaj në universitet. Do të thonë kur edhe ju i keni këto 3 etapa, atëherë mendoj që edhe ju nuk do ta keni këtë problem. Do të thonë duhet me punu shumë fuqimisht. Unë kam pas në vizit disa herë profesorat e shkollës teknike nga Tetova, tash më kërkoj fare që nuk më kujtohen emrat e tyre, por edhe kam qenë në Tetov 2-3 herë në shkollën teknike, ku kemi menduar në atë kohë, kjo ka qenë para 7-8 vite, ndoshta edhe më shumë, ku kemi menduar ne ta hapmi një bashkëpunim, por edhe të ju në Maqedoni është ligjin pyetje, ja ofrohet, ja mundsohet dhe etj. Kjo të momenteve. Dhe kjo neve na ka sankcionuar në atë kohë dhe ka qenë me këtë çardhë ka qenë e pamundur me arrit në gjë të tillë, por nuk do të thotë që në atë kohë ka qenë e pamundur dhe nuk është e mundur sot. Ne mund të nisim edhe nga sot, kemi kontakte të reja dhe ta shiqojmë se si mund ta organizojmë edhe këtë punë në Maqedoni. Si një shqiptarët e Maqedonisë, pasi unë vi backgroundin e kam prej atje dhe duhet një mendim nga Tetova. Shumë mirë sepse unë jam rrit në Zvicër dhe shokun më të ngushtë që jam rrit me shokun tim është Satki Musliu nga fshati Forin.
E përshëndes shumë. E një jashtëzakonisht mirë Tetovën, e një jashtëzakonisht mirë shqiptarët nga Maqedonia, po më keq që po do të më thonë nga Maqedonia, sepse ne jemi shqiptarë dhe po shpresoj dhe besoj që një ditë do të kemi ata që ne secili synojmë atë që jemi Shqipëria modhe, që më stojmë nga Maqedonia, nga Kosova, po thojmë unë po shkoj në Shkup apo në Tiranë, edhe jo po shkoj në Shqipëri apo shkoj në Maqedoni. Por kështu do të me pa na një ditë këtë se do të mirë shumë me politik, sepse ne jemi të biznes dhe do të mirë vetëm me biznes, dhe ne jemi të suksesshëm në biznes vetëm rase mirë me biznes dhe jo me politik. Dhe do të alojmë pjesën e politikës politikanëve, pjesën e biznes, ata do të na lojnë neve. Jo ata më na. Se kjo nuk ishte politik, ishin fjalë zemre. Po fjalë zemre, por mund ata me keq kuptu, që mund me thonë pse kanë hija ne këndej, por kështu që ne po urojmë që të jetë një ditë është. Që ka Suare ka më shumë se Tetova? Suare ka më shumë se Tetova, Suare ka më shumë se Kosova, Suare ka më shumë se krejt Shqipëria. Miku joni përbashkët tha se është një ndër zonat më të zhvilluara ka pjesa e biznes. Unë jam nën kryetari i bizneseve në Suare, dhe Suare ka bizneset më të suksesshme në nivel Kosovës. Suare ka bizneset më të suksesshme në nivel të Kosovë, Shqipëri, ndoshta edhe Maqedoni, për shkak se to marr parasysh se Suare është një vend shumë i vogël. Dhe më zgabosha në vitin e kaluar ka pas këtë diagramin, sepse Suare ka qenë me qarkullim ka qenë qyteti i 7 nivel Kosovës që ka bërë më shumë të qarkullim. To marr parasysh se Suare është një qytet shumë i vogël. Por bizneset janë shumë të mëdha dhe fal aty në biznesëm ne na njeh sot e tërë Shqiptaria, por edhe tërë Ballkani dhe tërë produktet e kompanive të Suarekës sot i ke në për Europë, në për ndoshta jo vetëm në Europë, edhe në gjithsej Europë. Shumë mirë. Shpresoj se Tetova kur do të rritet do të bëhet si Suarek. Shpresojmë, kështu që pse jo bëj ftesë, për shembull kryetare të odës ekonomike të Tetovës ose të asaj pjese që të vinë na vizitojmë ose ne vim tek ju, dhe pse mos ta kem një marrëveshje bashkëpunimi që ne mund të bashkëpunojmë bizneset nga Tetova ose nga Maqedonia me bizneset e Suarekës, por jo vetëm Suarekës, por edhe me gjërë. Kjo është çdo herë është e hapur dhe është shumë e mirësore. Shumë mirë. Tregom e ardhmja e paneleve solare, si e parashikon në 5 vjet apo 10 vjet të ardhshëm? Ne, në 5 vitet e ardhshme ka pas vetëm ngritje dhe kërkesat kanë qenë secilëherë më shumë se tani. Për shkak se ne po e shohim si në Kosovë, Shqipëri, në Maqedoni kemi ngritje të energjisë elektrike. Derisa kemi derisa kemi këtë fenomen, ke bie që jo dikush që don, por kjo është e patjetërsueshme me investu në sistemin fotovoltaik, për shkak se kosto shumë e lartë e energjisë elektrike, si dhe mund për disa biznese në Kosovë dhe edhe me gjë të jetë e papërballueshme çmimi elektroenergjetik. Për shkak, po marrim një shembull se si vjet ju e dini që Kosova është fut në treg të lirë dhe disa biznese janë fut pa dashin e tyre dhe nuk kanë qenë të përgatitur për atë treg. Ose më me thonë që ka pas bizneset të cilat kanë kontraktu punë për një vit jashtë vetë. Dhe ata e kanë kalkulu çmimin e energjisë elektrike, kanë kalkulu çdo gjë dhe ju ka dalë një çmim final. Dhe çfarë ka ndodhur tani? Me absolut, do thonë, kur është ngrit çmimi 200%, dhe çfarë ndodh me ato biznese? Dhe ai nuk mund ta merr kontratën me shku në Gjermani, me thonë një kompani gjermane ne kemi ngritje të energjisë elektrike, a mund të ta negocojmë në çmimin? Do të thonë kjo është e pamundur. Dhe kjo i sanksionon bizneset e Kosovës të bërë biznes për në tregun evropian. Dhe kjo ka qenë ajo që kam potencuar në për disa media tjera ku domethënë ligji i Kosovës këtë në rregull që ka ardhur shumë mirë, por hapat janë marrë shumë të shpejt edhe në mënyrë të egër. Sepse aty kur bizneset ju kanë dalë, ka qenë ditë e shtune
dhe asnjë biznes nuk ka mujt me intervenu diçka për shembull, që po shkoj bëj pagesët ose hajde bëjmë një marrëveshje, por kjo ka qenë e pa kapshme dhe e pa përballueshme dhe e pa kuptueshme për asnjë biznes në Kosovë, ku ata janë ballavaçuar ditën e shtunë kur janë të shkysh nga rrjeti Më duket pa besi kjo. po, E zonë prit. këto ja kanë zonë pritën, edhe bizneset kanë qenë para optit të këtë. Okej. Dhe kjo është mjerisht to është me intervenu qeveria. Qysh për shembull qeveria, me moni shemë, thënë mirë, sa do të ketë ngritje të çmimit ky biznes, po supozoj prej 10.000 do të më pagu, ne kemi një biznes në Suarek, i cili nga 400.000 euro është Golden Eagle, u dosh mrena vitit me kalkulu digun 1.5 milion euro. Do të thonë që ai biznes do të më pagu 1.1 milion euro më shumë energji. E vjen dikon të 300%? Që i bjen, po ma shumë se 300%. Tash ç'a ndodhet? Qeveria u dosh me thonë, na po e morëm për e subvencionojmë 50% të asaj vlere. Vetëm këtë vit, derisa bizneset para përgatitet, ose Rrimë kombet. ose ta Ti bëj matematikë ndryshe. pa matematika ndryshe, ta pranojë atë çmim. Dhe jo të jetë para oktit kryp. Dhe bizneset, sepse ka bizneset që kanë qenë nuk janë domethënë mirë financisht. Dhe çfarë ndodh me atë biznes? Domethënë ju po e dërgoni një biznes në bankrot. Edhe kjo është për neve si sektori biznes ka qenë i pafundshëm. Pavarësisht që mucha solar kompani ndoshta ka shit panela më shumë, por nuk po flas për mucha solar, unë po flas në përgjithësi që ka qenë një hap i gabuar nga qeveria e Kosovës me organet kompetente. Mirë. Atëherë besoj se në bizneset do të shohin këtë emision, edhe një herë do të bindan nga ajo që thua ti. Po. Edhe do të drejtohen për zgjidhjen e tyre pasi harxhimet e rrymës janë harxhimet bazë të shumicën e bizneseve. Përveç lëndës parë normalisht. Po bizneset për shembull mund më ditë që gjatë ditës ne kemi çdo herë Kosova ka 209 ditë me tjetër. 365 210. Tash bizneset mund me pa që gjatë tërë ditës mund me pas prodhimin e vet. E luri thamë që secili le ta investon një mini fabrikë të vetën që do të prodhon, përveç që ka një fabrikë që prodhon është fabrikë e ndryshme, për mund të prodhoj edhe energjinë e vet. Edhe kjo është e mirë sepse gjatë tërë ditës mundet me marrë energjinë nga panele fotovoltaik, ka biznese që punojnë vetëm ditën dhe jo natën. Ato për ato shumë mjësore, por në rast se ka biznes që punojnë me ndrimet të natës, ato biznes ato mund me rujt. Tash është jemi me disa kompani në bisedime që tash janë të interesuar shumë për bateri. Dhe ç'a ndodh, ne mundna me momentin kur dimensionohet mirë një projekt, mundna me para po success se sa ka konsum gjatë ditës, pjesën tjetër mundna me fut në bateri dhe natën mundna me marr prej baterisë me shfrytzu batarinë 100%. Tash baterit kanë garancion 10 vite, ka kompani që jep 15 vite garancion, por me një kusht që aja kompani me mbikëqyr sistemin, aja kompani me mbikëqyr produktin e vet, e mbikëqyr tër kohën dhe atëherë jep edhe 15 vite garancion. Kështu që çdo investim sot që bëhet në Kosovë është i garantuar, sepse jap minese kompani garancion të mjaftueshëm. Imagjino panel fotovoltaik ke garancion 30 vite. Dhe imagjino sot një produkt që shitet në treg evropian, cili produkt ka garancion 30 vite. Të besoj se ka. Nuk besoj se ka. Dhe edhe për neve është kjo një ngarkesë psiqike, sepse imagjino tash ne sa produktin e ke, sa projektin e kemi përfunduar dhe për secilin projekt do të garantu me dekada. Do të thotë kjo është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe për mucha solar kompani edhe për stafin tonë. Do të thotë si staf që mbaj përgjegjësi. Mucha, ne kemi përgjegjësi pasi e nxezojmë në vetur. Kemi përgjegjësi të jemi shembull për të tjerët se si të vozitjet. Besoj se të pëlqejmë mënyra e vozitjes. Jashtëzakonisht mirë. Ju përgëzoj për këtë vozitje shumë kollaj. Në Maqedoni na ka vendos Big Brother rrugëve, që ne jemi të detyruar të vozitje mirë. Tregon
një gabim që ke bëm duke vozit, dhe të njëjtit ja ke pa sherin, e ke paguajtur dënimin, edhe tashmë nuk e përsërit pasi kushton dënim. Është pyetje, është kogje pyetje e vështirë, sepse do të me tregu një realitet. Ne sensibilizim. Okej. Po, kam para një 3 muaj kam qenë në Zvicër dhe kemi ble një kamion, një si kompani dhe kemi shku me shofer atje dhe kemi ardhur prej Zvicër me shofer. Keni sjell kamion. Kemi sjell kamion në Kosovë. Ta vëzoni kamion. Faleminderit shumë. Edhe çka ka ndodhur aty, e kemi doganu kamionë dhe kemi arrit densore, po shoferi aq kështu i lodhur dhe ka pas të me një herë pas disa orë mi po 2-3 orë gjëmë dhe më nis me një kompani me një herë sepse ai shoferi pozita autobus më nis për Gjermani. Okay. Dhe i kam thonë okay, ik për shtëpi dhe jemi nalte një pompë kemi pas nevojë për karburant. Dhe presë pompës deri depoja jon ka qenë 1 kilometër larg. Dhe i thonë se e ngasun kamionin, nuk e nevojë me hup edhe 1 orë. Dhe çfarë ndodh aty, unë e marr kamionin, nisëm për në depo, domethënë 150 metra, 200 metra pa arrit aty më dal policia. Okay. Dhe pavarësisht kogje i njënë policinë e Soaregës, po ata kanë qenë policë të regionit dhe pavarësisht asaj mi kërkojnë dokumentat dhe unë me njëherë ju tregoj që thash unë nuk kam patent. Unë kam patent shofer, por jo të kategorinë C. Domethënë sepse vetë etika ime nuk e lejon gjë të tillë. Dhe çfarë ndodh aty, me marrin dokumentat edhe e shërtoj, po mendoj do të një job solide. Por edhe ju thash, ju lutem, unë mrena 1 orë duhet me qenë në Prishtinë. Kështu që sa më shpejt që më lironi mua, do të më pas mundësi me ik për Prishtinë. Ata aq gjatë majtë sikur të kisha thënë që ju lutem, ju në rast se ju duhet 10 minuta, merrni ko 1 orë për këtë job se thon kam kohë me marrë të kundërta. Dhe pastaj më thonë okay, kamionin në Zvicër që kemi ble në emër të kompanisë dhe aty tel muças së kompanisë, ju lutem zotëri në firë pronare. Dhe i tham policit pronarin e keni përballë zotëri. Dhe para to ishte pa besuar si komo si një pronar i biznesit, me shku në Zvicër, po 48 orë rrugë. Edhe kam pa shef modest ata. Tash më falë, unë jam pronari që po jap vizit kartën, aty shkruan pronari x emrin tim e kanë pa dhe e panë se kishin dokumentat, vizit kartën që unë jam pronari. Dhe unë thash policëve që dëgjojnë policë të nderuar. Mos mendoni që na bizneset e kemi jetën vetëm mrekullinë. Po na i bëjmë 40 orë dhe 50 orë punë, edhe nuk dim më ndalë kur. Edhe kjo është arsye që shpesh herë ndodh kjo. Edhe mirë, ndodhi që ndodhi kjo, edhe me morën dokumentat, ma dhanë edhe një vretje tjetër, tha pse ki patent shofer të Zvicrës, unë jam rrit atje dhe nuk e shtëroj këtë patent, sepse vetmi dokument që nga me, që është Zvicra në është ajtë, sepse tash nuk kam dokumentat. Mirë, aq unë vopë në kohë shumë dhe u dash e thira një shok, tash më dërgu dhe i Prishtinë, tash se kështu e kam. Por unë u bona aq në nervot, që nuk i ki idenë se kohë më rëtë shumë. Dhe tash ma banë ai shok e tha, pse e po mu s'ka shumë nervos, ma jep, tha, së nëve që i lash në makinë tina denimin aty, tha, ma jep, tha, se unë du me pagu. Nëse du me ta e këtë nervos, tha, folmi tema tjera, si kalu rrugës, si kënë Zvicër, e tjera. Dhe po ai ishte shumë kurioz me ditë se sa është dënimi. Dhe unë thash, unë nuk e di kur sa është dënimi, s'po më intereson sa është dënimi. Mu po më intereson pse unë i tregova kush jam, tek jam, mënyrën që shkon bë kaq urrë, ka marrë si biznesmen, bla bla bla, dhe ata përsëri po të më dënu. Dhe çfarë bën ai, merr edhe hap dënimin, thotë mush. Thotë 500 euro dënim. Ja, be, edhe për mos më lem thash atje. Tash e gjetë më bëra më shumë nervoz. Po. Pasha zotë tha 500 euro dënimi, tha po ta këndon fjalë që ta paguajën edhe po më merr pelen anonën tjetër, tha unë kam ta pagu. Okay. Tash kur një. E ku marr 500 euro. Tani më hypi edhe një herë më shumë nervoz. Si do të thotë, kjo është ajo që më ka ndodhur, mundi ka
ndoshta pa pritur një diçka që nuk e kum besu se ju tregova krejt e curinë e saj pune, ndoshta edhe policia do të më na pas kanë herë parasysh se nuk është lehtë edhe për ne për të bërë biznes. Edhe do të në këtë raste ndoshta me bë parkshim se ne jemi të popullit, ne po mundon për të popull dhe policia nuk është vetëm për më të shërbit, por ndoshta policia është kanë edhe të shqyrtu me tonë me të eduku me tonë. Këto se ke bani hap mirë, megjithëse unë tash unë jam në kryetari i biznesit dhe unë e di fort mirë që është edhe për mua jo mirë, por janë gjëra që ndodhin sepse duhet më kry puna kanë edhe tash ke patent, s'ke patent për 1 kilometër që kemi vozit. Po, që kjo është ajo. Se ndoshta e zgjatëm shumë. Jo, nuk është. Po, si do të qoftë respekt për policinë e Kosovës sepse bën një të Respektin ndërsjell jashtëzakonshëm. Kështu që për policinë, për ushtrinë kemi janë shembull. Ishte kënaqësi që të kisha në emision dhe shpresoj se njerëzit në Maqedoni po edhe në Kosovë do të mësojnë nga kjo intervistë. Kënaqësia është e imja, ju falenderoj shumë që po na jepni mundësinë që përmes juve që populli jon, populli shqiptar ta kuptoj jetën e një biznesmeni, ta kuptoj jetën tonë se nuk është e lehtë, por ne po mundohemi ta japim maksimumin për vendin tonë. Shpresoj se të gjithë bashkërisht do të japim maksimumin dhe të arrijmë atë që e kemi dëshirë. Faleminderit shumë. Naci edhe imja. Ky emision mundësohet nga